Zvicra, shteti absolut. Zvicra që nuk u prek nga luftrat. Zvicra ku fshihen miliarda dollar. Zvicra ku pasanik të mëdhenj të mbar botës kanë secili prej tyre një llogari bankare. Madje në Zvicër fshihen edhe lingotat e arit ose flori i papar. Pse Zvicra është një vend i tillë? Pse vazhdon ende sot që të jetë jo vetëm asnjanës, por një nga vendet më potente të planetit? Ndiqeni me kujdes. Dua të nënvizoj diçka përpara se të filloj. Këto që do t'ju them tani janë teori konspirative, por na bëjnë që të kuptojmë, sepse janë thashe theme normal. Por ne disa prej këtyre nuk janë thashe theme, janë gjëra të vërteta, por unë duhet t'i diskutoj sepse nga këtu do kuptojmë se në çfarë bote jetojmë dhe çfarë fshihet atje jashtë që ne të kuptojmë më mirë, sepse bota është e të gjithëve. Nuk është e njërit, e dy apo e një grupi, por është e të gjithëve, secili ka të drejtë në radhë të parë të jetojë dhe pastaj pse jo të informohet që të jetojë më mirë. Pres komentet tuaja në këtë rast dhe do dëshiroja që kush është rastisht i bëj like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Sinqerisht, faleminderit për mbështetjen. Ftoni miqtë tuaj të shkruajnë në këtë faqe, të lidhen me këtë faqe, nuk ju kushton asgjë. Dhe ju faleminderit, sinqerisht. Sinqerisht, me faqet tuaja ku i keni, ftoni miqtë tuaj dhe respekte pafund. Duhet të dini që Zvicra në vitin 1800 ca, pra deri në vitin 1800 ishte një vend si gjithë të tjerët, por në vitin 1815 vendosi të bënte diçka, të bëhej asnjanse. Pra në atë moment vendosi një ligj Zvicra që të bëhej asnjanse. Dhe këtu është misteri numër 1. Pse? Kush e dha këtë ide e para një? Dhe pse e dha këtë ide? Nuk e kishte askush. Si ishte mundur që e bëri vetëm Zvicra dhe nuk e bën vendet e tjera? E bën disa për pak kohë, por jo për gjithmonë. Pra, çfarë ndodhi në Zvicër që, ose më mirë, kush do të ishte Zvicra më vonë? Sepse ky është sekreti. Dhe fill pas kësaj, pra pas krijimit të Zvicrës si një vend asnjanës, filloi lufta e dytë e parë botërore në fund të viteve 1800 ca. Dhe pas luftës së parë botërore nuk shkoi mirë, të paktën kështu thuhet, tash tani do flas për teori konspirative, pas kësaj filloi lufta e dytë botërore. Dhe në luftën e dytë botërore, po ashtu nuk u cënua, sepse nuk u cënua në luftën e parë dhe nuk u cënua në luftën e dytë. Tani, ato që thuhen është tek lufta e parë, thuhet që Zvicra, duke qenë një vend asnjanës, nuk dëshiroi, sepse e kishte me statut, pra në ligj, që nuk dëshironte që të merrte pjesë në asnjë luftë. Po mirësisht e mundur, sepse një pjesë prej tyre ishin austriak. Austriakët pushtuan edhe Shqipërinë, pushtuan vendet gjithandej. Pse nuk e bën? Tjetra, një pjesë prej tyre ishin gjerman, dhe pse nuk e bën? Pra kush e formoi në radhë të parë që krijoi si shtet Zvicër dhe pastaj kush vendosi që të bënte një vend asnjanës? Dhe pse? Këtu është pika kryesore. Sepse duhet të dini që duke filluar që nga lufta e parë botërore, të gjithë u prekën nga luftra. Dhe nga luftat ishte vështirë atëre që ti të bëje komerç, me fjalë të tregti me para të tjera. Nuk ishte aq vlerë sa ajo e Zvicrës, dhe ishte fillimi i Zvicrës, pra i pushtetit të Zvicrës. Pra nga ai moment filloi që të bëhej pushtetshme, sepse të gjithë shkonin atje me paratë që kishin, ose flori, shkonin që të merrin frankat e Zvicrës dhe me ato të mund të blinin, të bënin tregti, ose edhe të mbijetonin. Dhe ky ishte momenti i parë. Nuk ishin shumë, por fillimisht ishte momenti i parë. Por pastaj, në momentin e luftës së dytë botërore, të gjithë po shikonin se si të gjurmonin që të kapnin Zvicrën, sepse ose disa ta kontrollonin, të kuptonin se çfarë ndodhte në Zvicër, dhe tjetra që të mund të ta vidhin, pra ta pushtonin, të paktën kështu thuhet. Megjithatë tregohet që këto janë vetëm teori që donin ta pushtonin, sepse duhej që të thoshnin që do ta pushtonin, por në të vërtetë nuk mundeshin ta pushtonin, thon disa teori konspirative, sepse pikërisht aty në bankat e Zvicrës ishte denari, pra paraja e të gjithë atyre që përgatitën luftën e parë dhe të dytë botërore. Por prisin sepse nuk marrën këtu, sepse direkt pas luftës, sepse Gjermanë thonë që ne donim ta
ta pushtonim. Mirë po Zvicra duke qenë në një vend plaj, pra gjithë Zvicra, ata kishin bërë disa bunkere dhe thoshin që ne në qoftë se do pushtojmë, do vemi në për bunkere. Dhe për gjermanët ishte një luftë e kot, sepse do shpenzonin shumë para derisa, me një fjalë kohë dhe para dhe ushtar, derisa të mund ta pushtonin dhe nuk ja vlente. Nejse. Megjithatë, nuk e pushtuan, sepse ky është një fakt. Pra, nga ky mund të kuptohet që mundet që ata që kishin përgatitur luftrat e bën qëllimisht përpara se të fillonin luftrat që ky duhet ishte një depozit, pra ky vend duhet ishte një depozit për Flori, për Arë, për çdo gjë. Dhe të paktën kështu thuhet. Dhe si përfundim, pas luftës së dytë botërore, gjithë Floririn që u mor nga të gjitha vendet ku Gjermania shkoi, të paktën kështu thuhet, janë teori konspirative, i çoi pikërisht në Zvicër, sepse ata kishin bërë një marrëveshje që më përpara që gjithë Floriri do të çojnë atje dhe të ishte i paprekshëm vendi, pra Zvicra. Dhe nga këtu filloi dinastia e madhe e shtetit zvicerian që u bë një pushtet i vërtet. Tani, me kalimin e kohës, ato që shumë pak e kanë kuptuar, Zvicra ka 26 kantone, mos gaboj, 27 sa ka, ju që jetoni në Zvicër, parafërsisht se mbaj më të mirë tani, dhe në këto 26 kantone, parafërsisht, ka pushtetin e ka të ndarë në çdo vend. Për shembull, ministria ndodhet në një vend, gjykata në një vend tjetër, policia, pra drejtoria e policisë në një vend tjetër, etj. Pra e ka edhe, po ta shikoni, edhe forcën politike, njëkohësisht edhe ushtarake, e ka të shpërndarë. Pra ti nëse shkon atje për të goditur, ti nuk mund të godasësh dot, sepse është i gjithë vendi. Nuk godet dot në një vend. Një vend, për shembull, si për shembull Vatikani, ose një vend si është Roma, për shembull. Pra Zvicra është e gjitha. Gjitha është pushtet, e gjitha është në kooperim, e gjitha çdo gjë. Por nuk marrëm këtu, sepse me kalimin e kohës në Zvicër shkuan miliarderët që depozituan florinj, depozituan parat, pasuri, etj. Bile në Zvicër u shpik edhe ajo që quhet permuta, nuk e di si i thonë në shqip, më falni, është me një fjalë ti çon një materialin tënd, një xhaket, një flori apo një diçka, filloi fillimisht në Zvicër, ti e çoj atje dhe ata t'jepnin, ta kthenin për shembull, sepse nuk do kuptohet kështu. Kam një xhaket që kushton shumë. E çoj atje, pra e çon në një bankë të Zvicrës dhe i thua, "Ma mbaj këtu, por unë dua të marr, mi kthe në para." Me fjalë, jepi një vlerë dhe mi kthe në para. Në momenti që ata e mbajnë atje, ti mund të kthesh pas një farë kohe dhe ti japësh ato para që të kanë dhënë ata. Por ndërkohë do pagosh edhe këstin, me fjalë që e kanë mbajtur për sa kohë, për 5 muaj, 6 muaj, një vit, ti pagon këstin. Qiran me pak fjalë, por ka disa që çojnë xhaketën, marrin ato të ardhur që nuk do të jetë aq sa vlen aktualisht, por do të jetë shumë më pak, merr ato para dhe ikën dhe e lë aty. Dhe këto sende me kalimin e kohës i kanë blerë dhe të tjerë, sepse i kanë bërë me normal. Zvicerianët i kanë shitur me më shumë dhe kështu janë bërë të pasur dal nga dal disa banka. Megjithatë, kjo ishte një nga këto. Por po thoshja që edhe pasanik të mëdhenj kanë vendosur aty lingotetari apo bryzylyk apo pasuri të ndryshme, madje thuhet që edhe pasanik shqiptar, madje edhe politikan, ka disa emra që i gjeni edhe publikisht këta të shkruara në për të paktën këto teori konspirative. Gjeni qoftë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia apo Malzi, që ka disa që kanë depozituar pikërisht në Zvicër në një llogari ku është llogari e fshehtë, kështu quhet. Ka dhe diçka tjetër, nëse keni vënë që kur vete ti këta pasanikët vete në një llogari të fshehtë, ata të japin çelësin e llogarisë që ke ti, shkon atje ti, e keni parë nëpër filma, dhe fut çfarë të duash ose merr çfarë duash dhe askush nuk e di. Pra, këto janë të tjera, janë banka të tjera që quhen banka dhe këto, sepse kanë një siguri. Megjithatë, me kalimin e kohës, Zvicra u bë një nga vendet më të pasura në botë. Dhe tani gëzon një lulëzim të madh. Njëkohësisht, kohët e fundit, Zvicra
ka vendosur edhe ligjin që nuk duhet të kaloj 10 milion banor, sepse sipas llogaritjeve që kanë bërë, ata duan vetëm atë dhe kështu që kush do të lind për shkak më shumë fëmijë, do të vi momenti që do të vënë taksa, nëse do lindësh më shumë fëmijë, derisa të vi momenti pastaj që do të vendosin ligj që ti do të kesh vetëm 1 apo 2 fëmijë dhe kaq. Dhe e gjithë kjo është e përgatitur, paktën kështu thuhet, nga një lob i fuqishëm, një që projekton të gjitha programet e çfarë do në botë dhe njëkohësisht edhe të njerëzimit, jo vetëm të jetës sociale, pra të jetës të përditshme, por edhe të bankave, edhe të pasurive, të gjithë planetit, paktën kështu thuhet. Dhe ato çka duken, ato të dukshmet, pra për sa i përket floririt të ardhurave financiare apo shifrat që duken, disa nga këto i sheh, po të tjera nuk mund t'i shohësh sepse janë tepër private. Merreni mend që janë private për disa njerëz të thjesht. Kuptojeni tani nëse kanë vendosur para apo pasuri ata që drejtojnë planetin. Pra, në sintezë, pra ata që nuk e kuptuan, mendohet që Zvicra nuk është gjë tjetër veçse, pra i gjithë vendi nuk është gjë tjetër veçse një bank e madhe për grupet, për 2 apo 3 grupet më, ose për grupin e madh, ose për lobin e madh që drejton botën. Pra nuk është gjë tjetër veçse një depozit e atyre për sa i përket të ardhurave financiare. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? A keni dëgjuar? Thash, disa prej tyre janë teori konspirative, si për shembull kjo e fundit, por ne duhet i diskutojmë, sepse thuhet, ne nuk po shajmë askënd, por thuhet që ka një grup që quhen Illuminati apo mason. Këta vendosin çdo gjë dhe e përgatitën çdo gjë para viteve 1900, përpara se të fillonin të thalullë, dhe kështu me radhë duke vendosur pasuritë e tyre dhe me kalimin e kohës nga aty i kontrolluan dhe i depozituan edhe ligjet dhe pasuritë në vende të tjera të botës. Në fakt, ndaj quhet Zvicra shteti pushtetar ose shteti i fuqishëm i paprekshëm. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni? Natën e mirë dhe bani mend. Bota nuk është ashtu siç na i tregohet. Ka sekrete që shpesh edhe nuk mund të thuhen, ose ka sekrete të mëdha që është e pamundur që të përmenden, por ka edhe të tjera sekrete që hamendsohet. Por megjithatë ne është mirë që të informohemi si gjithmonë, sepse informacioni radhë parë është kulturë personale, pastaj edhe mund të jetë edhe e dobishme në jetën tonë. Ju përqafoj. Natën.